gazetave lokale. Tash pyetja jote, kuptojmë është që a është dashur gazeta tona mi fry aty fylli, apo është dashur ku barikatuar me prit? A është kjo pak a shumë pyetje? Nuk është mirë, mendoj, nuk është mirë inatët tona në momente tilla me shfrytzu për qëllime. Pra po them, kjo mund të jetë një element i vogël, po problemi marrë nuk qëndron te një gazetë kosovare apo 2 apo 3. Qëndron mbrana neve këtu, te veprimet tona. Unë është bukim makinerit media që non stop lansoj lajme kundër shtetit, kundër institucionet. Nëse është një lajm i mirë, ata e mohojnë në një farë mënyrë. Po, fatkeqësisht në Kosovë për vitet tona që përmojnë asnjë lajm që dha tjetër nuk ka ardhur prej Kosovë, sa miq gazetari kemi të huaj që kanë ardhur. Edhe e kanë lyp, më di që kanë lyp një lajm të mirë, ama me diçka çesë në Kosovë. Po s'kan pas. S'kan pas gjithmonë korrupcion. Sigurisht ti ke drejt kur thua se edhe tonë ti kanë fryjë, i kanë ndihmu për këtë. Po kjo është mungesë të asaj që folimare, që asaj strategjie që nuk po e dim ka po shkojmë as çka po dojmë. Për korrupsionin që përmend edhe është më thonë diçka se sigurisht ti që lexon një gazeta e korrupsioni nga lodh. Po ta dini që në marrim modelet e tjera në përbot. Korrupsionin nuk vjen me luftu Euleksa, nëse pretendoj që Euleksa ka marrë me luftu korrupsionin, jemi në flajt. Korrupsionin e lufton një si e po me më falë? Arben. Një Arben e lufton korrupsionin. Po, një Arben i cili del me kësor shkolla, një zët, edhe më shonë tavolinës bambë, dhe ti. Mafioza dhe politikanët korruptuar. Thot, me emra dhe televizion, thot, unë ku më lidh juve. Ja besë në shqiptare, për 6 ku më lidh. E kështu luftot korrupsion. Kështu është luftu në Itali, të thonë. Mafia, ka dojnë një prokuror. Ka dojnë, unë me emra në janë. Kështu është luftu në Chicago, në kohën e Al Capone, së ditin. Kështu është luftu në New York. New York ka qenë qyteti më i flishtë në botë vitet 70. Sot është më i pastër, personin. Ku është Çaj Giuliani? Rudolf Giuliani ka dojnë me emra në janë. Unë Rudolfi ka dojnë ty me emra në janë. Zakonisht ta njerëz të vranë, sa ne kërcënohen. Po këta janë trima. Këta dalin, nxjerr koha. Po këta marrin për sipër edhe thonë, veç mos mundsha. Apo kuptoni, mos pritni që ka më ndodhur korrupsioni apo e ka po dukuri pse ka marrë dikush jo. Ai nuk rrezikon jetën për neve. Na do Arbeni Dardani ka më dalë një Dardani të tjerë ka më thonë, "Ej, ka tani se unë për tash nuk bësh." Po nëse qëni Libinsat, se keni qenë 30 të fundit, çu po ndodhet. Ata unë nisën mi bombardu, apo jo? Këta po dolin me do xhipa, me do apo shëni, apo me luftu dikush, kush të thaj, tash po shkojnë masa aty në po shkojnë me xhipa. Kur të bombardojnë ata, po kthehen ta katofit apo kthehen, ne u kthejmë me xhipa. Po s'do të highway, tu në skoj luftë. Se kanë shpresën atë. Natë bot lufta para poshtë. Poshtë dikush me bojt me face the music. E ata e keni pa me do xhipa, po shkojnë po vim. Që po dume ju dhomë. Ta e luftu vetë, poshtë. Shumë njerëz që kanë thënë, "Ça, UÇK-ja, kurrë UÇK-ja, amerikan." Po amerikan. Po sa amerikan kanë vdekur sot. Jo bro. Sa UÇK kanë vdekur sot. Po një 2000 që dihen. Ata e kanë mojt. Sa po lypen armë sot, e dje. Libi, pa ispivjat. Shumë i sigurt do të thonë on dorë se ti nëse kush qen Al-Qaida çka i sigurisht. A UÇK-ja s'ka pritë armë kur ka shkuj ka bojt edhe magarit. Pe shërbije. Po do të kuptoni, nuk kemi mujt me shien na, po mos t'i grashim vetë. E kjo është jashtë temës, po punë e korrupsionit dhe është ta me diskutu me juve, pra, do të me dalë një njeri këtu, se pritë që nga që... Më falë, a ka pyetje tjetër. Po du shkort me të vetë, përaj autori i misionit Opinion që i vetë ka thamë. Kush o presidenti Kosovës sot? Sot që ndosht, po që me qeni presidente, nëse që kështu ka një familë e presidente, në presidente nuk kemi fatë. Nuk e di është interesant që zotë një Bexhet Bacolli në këtë rast me të vërtet nuk ka faj si president, thomone. Po t'i kthejmë fajtorit që më fajtor. Këtu u vjedhën votët. Fajtor është Thaçi. Për këtë, u vjedhën votët. Thaçi njëroj komplet opozitën,
vendosi mu bo me pacolli. Pacolli në zë qëtë kësi nuk se. E jarë dita. Shumë mirë. Këtë është politik, dhe këto mirë. Nuk u zgjedh. Nuk mujti si pat votat. Prapë së shfaj pacolli, së shfaj thoqit si pat votat. Ajo është me asiguru si partneri koalicione, po jo. Nuk ja siguraj. Me nëzi ja siguraj. Në tretën ere për faqet zërë, shkuna të dullim mira, ajo iku. Po sëtë, nëse unë e di që Bexhet Pacolli do të ketë javën tjetër kuarumin, do të ketë 80 vetash. Unë e di që është një marrëveshje politike, unë gëzonë. Unë se di që ai i ka morë dhe sobi do të qika shumë, ajde qëri, atëre qka kemi nësët. Dhe pas kemi një president që i pas ka plesit pelja ta me lek, dhe një kryeministër që vjedhë vota, të më thonë, komplet është, skanda, a e duke qëta kjo nuk e du. A kësha dosht më rëcu kjo posët. A kam nësi dhe për najse tjetër jo, fatkecisht nuk e di, me di që me dojnë vota pa ka shumë një qëtu. Të më thonë, e kemi një problem. E këtu është që ka du më thonë juve, që ta keni gjithë më parasysh, që vedia ju e shumë rëndësishme. Mi di të zandë një përcjell, edhe me pas fjallin e juj. Sot, të po vesh këtu që ndohet të postës, bëshin protesta. Nuk e di tash pe bastardës, po du më morë me ta, po. Unë jam i bindur që se cilë veç atyne i ka shtika 3 teze, holla e mesa, e nuse, i ka shtin post dhe në për. Me mujtë në dyshtë të a dojnë me protestu, po, më këshëre, unë pa e ditë po pa e gorë me ta, ju pa e ditë për qeshme, po mirën me ta, se në gorë qëtu. E këto është ku në ju, si tri, si paprishur që qërë. Edhe me qenë vetëdishëm për qatë fuqin që e keni, edhe për situatën që dhe njemi. Edhe një, po, fajnë, edhe një sërë. Unë e di që ju një fëmijët e dikujtë, sigurisht që unë e dikujtë. Edhe, di që prende ju mund me qenë pjesë e administratës, pjesë e qeverisë, e biznesit, e tjera. Që është normale. Nuk po kërkojnë nga ju mu qunë demonstratas me mytë policin, po qëka po kërkojnë? Nëse me në rastin e Greqisë, nëse kujtohet për 2-3 vjetë, Greqia ka qenë një fenomen shumë interesant. Shumë interesant, i kësaj kohë. Ku student u qunë, edhe e banë që shteti për shkëm bankrot, që është citohet ato, shumë e ngjashme, e banë që shteti për shkëm bankrot, edhe u qunë student kundër establishment, me kjo tjera, u qunë fëmijët kundër babave të vetë. Jo pëse këshën diçka me babat, po e banë që babat e tyre nuk i kanë ndërro mirë kësaj pune. Dhe na studentat po qunë edhe po thojnë babë. Mandej hyrën anarkisat për majtës e fillun me shkatruhe me dhonë tjetër në gjyrë. Mirë po, kjo nëse realizoni mirë, studioni është shumë interesant, kjo lëvizje. është një lëvizje shumë urbane, lëvizje shumë e pastër, ku studentu që unë thanë, bëllë mo. Bëllë se e di që kom bëllën ministrë, e di që unë do të hupi personalisht, po s'po mbynë, unë e me qenë mirë si qika ministrët, kur për që shteti shkaj, sa shkaj, e pa, që është që kriza bojët. Kështu që për juve kërkohet me qenë me pas qatë vetëdije, mos me matë ma, jo po unë e mirë, jo ma unë, po me vepru me pas zonin, se keni ftyrën e borë, fatë mirësisht. Fani, vazhdo. Po të ishë. A mund është Dardan për një 2-3 minuta me kruq të Dardanin e, se këta të njojnë pak se na do tjerë këtë, po me pru Dardanin e papilonit, a Dardanin e kafiqit. Qaj, ja si e sot se qaj e ka më qitë është, me pru Dardanin e filipaqës një të në ka zama e një shtori të qitë. Hajkore e mirë. Hajkore, sot të ushbo, hajkore më zëmë. Në shtë të ushbo, hajkore. S'podi, shumë shpejt në qeshor të vitit, me 7 qeshor në Maribor do tjetë një festival, ku do të marrë pjesë me një 45 minuta stand-up comedy, do të përfaqësoj Kosovën, se kjo bëhet në kuadrë të ish Jugoslavisë Republika dhe Krajinave marrin pjesë. 10 ka qenë Ademi Kullovci, si vetëm ka këtu mu, du të me qenë sërbeshta e për shkak të audiencës, pju të kërë këtu që kom e po shumë hajkore me ju vëshëtore dhe me vlasnit të shkije, gjysë e kom. E kom pregatit paka shumë, kështu që atë do të asheni shumë shpejt në YouTube, sa e qesë po vest të avonjë. Ardoni Papilonit s'më timo. Kemi një jazz bar, ta shë të regu që të aman po mundohemi me pru jazz, sa ma shumë, ka plesnija si vloga, e më nga të mënere, dhe që po të veke, mo nuk kom durim për muzika bumbu me kësi. Kështu që ma interesurim të gjithë jazz, po përqenë, po më shka për shtatin. Jufta e jeni, nështë e përqenë adimur. Urdhaj të ashtë. Gramoz Algjiu, student e viti 2,